Librazhdi shkroi historinë duke siguruar ngjitje në kategorinë e parë pas 12 viteve pas triumfit dramatik ndaj luftëtarit në finalen e play-outit. Pas 120 minutash spektakolare që përfunduan 1-1, gjithçka u vendos nga pika e bardhë, aty ku ekipi drejtuar nga Raman Hallaçi tregoi më shumë qetësi dhe zemër të fortë, duke shpërthyer më pas në fest mes lotësh gëzimi. Në fund Sopoti do të fitonte 4-2 nga pika e bardhë e penalltis. Stadiumi flamurtar i Vlorës që hapi dyert për zhvillimin e kësaj ndeshje, ku nuk munguan as përfaqësues të politikës dhe pushtetit, u kthye kështu në një nga impiantet që pati vëmendje maksimale për këtë ndeshje. Takimi nisi në mënyrën më të mirë për luftëtarin, që gjeti avantazhin në minutën e 6. Një penallti akorduar në fillim të sfidës u kthye në gol nga Diamanti, i cili nuk gaboi përballë portierit dhe ndezi shpresat e gjirokastritëve për mbijetesë në kategorinë e parë. Megjithatë, Sopoti nuk u dorëzua asnjë moment. Librazhdasit luftuan deri në fund, duke besuar rikthimin edhe kur koha po mbaronte. Shpërblimi erdhi në minutën e 79, kur Jargavani dërgoi topin në rrjet dhe riktheu baraspeshën, duke heshtur tifozët e luftëtarit dhe duke rikthyer emocionet në maksimum. Kohë e rregullt dhe shtesa nuk prodhuan fitues, ndërsa drama u zhvendos te penalltit. Aty Sopoti tregoi nerva Çeliku, duke fituar duelin vendimtar dhe duke vulosur rikthimin në kategorinë e parë, mes festës së çmendur të lojtarëve dhe tifozëve. Në krahun tjetër, zhgënjim total për luftëtarin. Pas një sezoni të vështirë, skuadra gjirokastrite nuk arriti të mbijetojë dhe bie në kategorinë e dytë, duke mbyllur në mënyrën më të dhimbshme një përballje që duhej në kontroll që në start. Trajneri i Sopotit Raman Hallaçi, pas ngjitjes në kategorinë e parë, tha se këta djem bën historinë. Sigurisht, ne kishim një objektiv që në fillimin e sezonit, duke ndërtuar skuadrën me kujdes për të arritur vendin e parë në kampionat. Ne kuptohet, Lezhë e mori me merit vendin e parë dhe ne ishim të detyruar të shkonim deri te play-offit. Ne jemi gjetur afër dhe çdo gjë që jam kërkuar qenë të disponueshëm, dhe kjo është një gjë shumë e madhe në pjesën time si trajner. Përgëzoj lojtarët për forcën e madhe, për karakterin që kanë dërguar tifozët e mrekullueshëm që kanë mbështetur skuadrën në këto ndeshje finale dhe sidomos në ndeshjet e kampionatit. Sigurisht, duke qenë se është rruga më e vështirë, ndoshta shihon edhe pak më shumë suksesi. Ju uroj suksese gjithë qytetit të Librazhdit dhe të kemi suksese në vazhdim. Për triumfin folën edhe deputeti Orsi Komiçi dhe nën prefekti i Librazhdit Josif Laska. Mëse merituar, bravo çunave, bravo trajnerit, bravo stafit drejtues, bravo dhe bashkisë që e kanë mbështetur pafund të ekip, po mbi të gjitha, bravo tifozave që e kanë mbështetur shumë fuqishëm në çdo ndeshje, si brenda ashtu dhe jashtë. Sopoti sot tregoi një grim të jashtëzakonshme, një shpirt gare, shpirt luftarak, e thënë me fjalë më të thjeshta, derdhi dijes për këtë fanellë. Sopoti e meriton kategorinë e parë, sepse ka vlerësuar dhe ka derdhur dijes për çdo sfidë, si brenda ashtu dhe jashtë, në çdo ndeshje të play-offit, pavarësisht nga kundërshtari. Luftëtari ka historinë, ka Kallucin, ka Sefetin Bram, por dhe ne kemi Berdaxhin, kemi Mondaxhin, kemi Lan Brashën, kemi Lan Kacën, kemi Lir Lavdarin, kemi dhe historinë tonë me vete. Bravo çuna, fitore! Me mënyrën e të gjitha në gjithë repartet e lojës, arriti të mbizotroj lojën, të mundi një luftëtar me emër të madh, por që dhe Librazhdi ka emrin e vet dhe me pjekuri, me mund dhe me dijes mund të arrijnë të fitojnë të ndeshje kaq të rëndësishme siç është finalja e play-offit. Dhe në ky moment ekipi jonë i Sopotit kalon në kategorinë e parë, atje ku ne na takon dhe atje ku ne kemi qenë gjithmonë fitimtar. Një mbrëmje që do të mbahet mend gjatë në Librazhd, aty ku Sopoti rikthehet mes më të mirëve, ndërsa në Gjirokastër nis reflektimi për një tjetër sezon të vështirë.